Të dashur miq, mrekullia e shekullit po shkruhet në Tiranë, ku protestat nuk kanë të ndalur derisa qeveria Rama do duhet të japi dorëheqjen dhe të pranojë kushtet për qeveri teknike 1 vjeçare. Nëse doktor Berisha e pranoi se nuk do të jetë më kandidat për kryeministër, nëse më dëgjon doktor, duhet të jesh në qeverinë teknike ministër i shëndetësisë. Të kurosh atë plagë të trashëguar ndër 35 vjet që vetëm ti do të mundesh ta ndreqësh ti si dhe të krijosh standardet për të vazhduar brezi i ri. Është fatalitet me krimet që i keni bërë shqiptarëve të mos kenë mjekësi. Doktorë që lypin, doktorë që të vrasin, me para të të shëroj, që në bark të nënës fëmijët e vegjël me eko i masakrojnë, me therrje cezariane të marrin para doktorët bandit, mafi me bluzë të bardhë, si në Shqipëri jam i bindur që nuk ka askund në këtë botë. Ky është një minus i madh për kombin shqiptar. Pikërisht, elita, doktorët, betimi i Hipokratit janë vrasës. Paguaj të shpëtosh. Doktor Berisha, të lutem, më dëgjo. Bëja këtë nder shqiptarëve si misionin e fundit.